Një incident i rënd ka tronditur zonën e Golemit në Kavaj gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, ku një 21 vjeçar mbeti plagosur pas një përplasje me armë zjarri. Ngjarja ndodhi pranë rreth rrotullimit të Golemit, një zonë e njohur turistike, duke shkaktuar shqetësim te banorët dhe pushuesit. Sipas informacionit të siguruar nga policia e shtetit, konflikti ka nisur pas një debati verbal mes dy personave, i cili më pas ka degeneruar në përdorimin e armës së zjarrit. Autori i dyshuar, Shpotim Detja, 36 vjeç, në vend që të ndalonte situatën, ka qelluar me armë në drejtim të 21 vjeçarit Luis Shegji, i cili fatmirësisht ka mundur të dalë në kohë nga makina dhe të kërkojë ndihmë. Luis Shegji u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve. Sipas mjekëve, ai është jashtë rrezikut për jetën, por mbetet në trajtim intensiv për shkak të plagëve të shkaktuara nga të shtënat me armë. Policia ka nisur hetimin e operacionit për krapjen e autorit, i cili është larguar nga vendi i ngjarjes dhe shpadur në kërkim. Forcat e rendit po kontrollojnë zonat dhe kanë ngritur pika kontrolli në rrugët kryesore në drejtim të Kavajës dhe qyteteve përreth për të parandaluar arratisjen e tij. Banorët të zonës shprehen të shqetësuar për sigurinë në këtë pjesë ku incidentet të tilla janë të rralla, por ka një efekt të madh në ndjesinë e sigurisë së komunitetit. Grupi hetimor ndërkohë po punon me intensivitet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes, duke marrë dëshmi nga dëshmitarët dhe duke analizuar pamje nga kamerat e sigurisë në zonë. Hetimet do të ndjekin edhe pistat e mundshme të konfliktit për të kuptuar motivet që çuan në këtë ngjarje të dhunshme. Ndërkaq, policia e shtetit bën apel për bashkëpunim me qytetarët dhe fton kudo që ka informacione lidhur me këtë ngjarje të kontaktojë menjëherë autoritetet për të ndihmuar në zbardhjen e plotë të saj dhe kapjen e autorit.